Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë se si mi dizajnu një gjirafë me Adobe Illustrator. Për këtë ushtrim I kam zgjedhur këto ngjyra. Hapi I parë po klikoj me zgjedhje Ellipse Tool. Klikoj me Shift e krijoj kështu. Pastaj e klikoj I-ën, kur e klikoj shkruajnë I në tastier kursori ndryshon ngjyrën. Pastaj klikoj këtu e marr ngjyrën e kësaj. Hapi tjetër, klikoj këtu tasin e djathtë hapët këtë dritare e zgjedhë katrore. Pastaj e bëj afërsisht një dritare kështu, një formë kështu. Hapi tjetër, I selektoj këtu dyja. Këtu sigurohem që të jetë Align to Selection. Pastaj e selektoj me dalin mes të dyja. Me Alt dhe me rrotë mausit për rriti. Pastaj e klikoj këtë. Kur ta klikoj A-ën tastier apo shkon automatikisht këtu direct selection tool, I klikoj kështu, selekton vetëm këtu dy pika që kanë. Tani të njëjta prej këtyre I ngrej edhe e bëj kështu. Okej. Pastaj e klikoj I-ën edhe shkruaj markën ngjyrën e kësaj. Ky llojeri është më lart se kjo. Tash të kemi për qëllim këto me vendos në rrethë. Kështu që klikoj Ctrl Shift edhe klapën e majt që kemi tastier klapën e mesme. Okej, e bëmi parafërsisht këtu. Bëmi që edhe pak kështu më lart. Okej. Hapi tjetër e marr me një katror kështu. E bëmi një drejt kangj. Okej, tani klikoj Ctrl-C, Ctrl Shift V, po copy paste. Tash e klikoj shkruajnë I edhe klikoj këtu. Shkruajnë tash kemi dy. Një në fundin, një mbe. Njëna ka që të ngjyrë, njëna që të ngjyrë. Tani po selektoj këtë edhe po klikoj Alt-ën, ta klikoj Alt-ën, shikoni kjo si zvuklohet të djanë kështu. Edhe këtu në alt edhe këtu, parafërsisht kështu. Pastaj po e klikoj këtë edhe po ja bëj kështu. Edhe këtë edhe po klikoj te kjo pika edhe po ngrej pe I bëj kështu. Bëj këtu, I selektoj të dyjat edhe I bëj zvuklej me Shift. Pastaj, ku të ofrohet kursori afër, klikoj me Shift edhe e maj një herë kështu, do të thonë 45 shkallë. I kam selektuar këtu dyja edhe po klikoj Ctrl-G. Ctrl-G bëhen grup. Tash shikoni këtu do konsiderohen sikur një. Okej, po I marr për lëvizje parafërsisht kështu. Edhe këtë klikoj Ctrl Shift, edhe klapën, edhe kjo me shku në fund. Pastaj pe klikoj këtë, po klikoj Ctrl-C, edhe Ctrl Shift V, bëhet copy paste me një njëjtë. Kështu që pe vendosi pe lëvizje kështu. Pastaj me tastin e djathtë po klikoj Transform edhe pe bëj Reflect. Shikoni, sigurohet që me pas reflect vertikal në shkallë. Këtu me pas selektu me preview edhe pastaj klikoni OK. Prapë edhe këtë Ctrl Shift klap, do të thonë e lëvizmi llajerin poshtë edhe shkomi e dërgomi kështu. Tash I selektoj të dyjat, I bëj Ctrl-G. Tash këtu kanë grup edhe këtu I bëna grup veti. Tash I selektoj të trijat edhe I bëj center. Do të thonë më kon në mënyrë simetrike. Hapi tjetër po e marr prap një katror, po e bëj një formë kështu parafërsisht. Edhe po e marr një rreth. Po bëj me Shift në profesionale. I selektoj të dyjat, po I qes në center. Edhe me pik me I në këtë rast klikoj edhe po marr ngjyrën e bëllt. Okej, po I vendos këtu. Edhe po I vendosi këtu. Okej, edhe po vendosi këtu.
këtu, për selektoj këtu dyja, për bëj Ctrl G. Pastaj Ctrl Shift edhe klap, këtu vendosën e fundi, për bëj prapërsisht kështu. Pastaj vetëm nëse moj Shift edhe Alt, edhe shigjeta në pjesën e djathtë, shikoni kjo bëhet copy. Edhe për i vendosi kështu. Tash edhe këtu dyja, ja afroj pak më afër. Po selektoj, po i bëj Ctrl G. Tani, këtu selektoj të gjitha, edhe i bëj center këtu, shikoni dalë në mënyrë më simetrike. Hapi tjetër pa marrë një rreth, po klikoj këtu, edhe po e vendosi kështu. Po e bëj ngjyrën e zezë. Këtë e bëj Shift Alt, e maj shtyp Shift Alt, edhe shigjetën të asirë djathas, shikoni bëhet një kopje, pastaj vetëm e shigjet e lëvizi kështu. E vendosi pak më knena. Nëse klikoj Ctrl Y, shikoni se si shfaqet projekti kështu. Unë mi pa vijat, si e kena punu, më thonë këtë ushtrimi. Këtë rast, vendosi këta kështu. Selektoj këtë, pastaj me Shift edhe këtë, i bëj Ctrl G, edhe i selektoj të gjitha, edhe i bëj edhe këto, kështu center që me vendos në simetrike. Këtë pastaj po e shty pak më nalë prapërsisht kështu, edhe këtu po e shty pak më poshtë prapërsisht kështu. Hapi tjetër, po e marr prapë rrethin, edhe po e vendosi këtu. Rrethin po e bëj pak më gjonë, po e klikoj i-ën, edhe po e marr kënë ngjyrën e mbyll këtu. Ctrl C ose muj Shift Alt edhe vetëm djathtas. Kështu disi, e selektoj me Shift edhe këtë, Ctrl G, njësoj, i selektoj edhe këtu, i po me Align Center të më thonë. Hapi tjetër, po e marr me një rreth, po krijoj me një rreth kështu, ose më mire kemi kështu. Shkoj këtu të shigjeta, po selektoj këtë rrethin. Pastaj po klikoj Ctrl C, pastaj Ctrl Shift V, edhe po shkoj po e zoglaj. Edhe po e bëj I, po e bëj këtë ngjyrën e mbyllt, vetëm sa për me bu një ushtrimin, po e bëj rafërsisht kështu. Okej. Hapi tjetër po e marr këtë, po bëj kështu një pjesë, me këtë po i bëj rounded, po e bëj Shift Alt vetëm pak po e bëj një tjetër, do të thonë Shift Alt edhe shigjetën e bëna kopje, njënë po e bëj pak më gjatë, dhe po i silli, po i bëj kështu disi. Po i rrotulloj pak. Kështu. Pastaj, po i selektoj të dyjat, po klikoj I edhe po e marr pik këtu po e bëj ngjyrën e gjelbërt. Shikoj, po i marr, po i vendosi këtu, edhe po i bëj rafërsisht kështu. Pastaj po e klikoj këtë, edhe po klikoj Ctrl Shift edhe klapa në djathtë, kjo me dalë për me këtu. Okej, tash është ideja me përdor këtë për me prek të dyja. E selektoj këtë edhe këtë, pastaj hapi Pathfinder. Unë e kam këtu Pathfinder, ju mundi me gjetë te Windows edhe keni me shfaq këtu Pathfinder. Kur të selektoj këto dyja, pastaj klikoj këtë, këtu bëhet vetëm një objekt në këtë rast. Shikoni. Pastaj e selektoj këtë edhe mundem me marr këtë objektin, edhe vetëm selektoj për shembull kështu, edhe ajo prejet tash. Kjo në veti, kjo është në veti. Okej. Pastaj mbet kjo, më thonë e përdorëm këtë rrethin me prej këto. Tash këtë klikoj me Shift X. Shikoni,
I hekët ngjyra e fushës bëhet strokit. E rritim pastaj këtu me rrot, pavarësisht çkaq. Edhe ja marrmi për shembull ngjyrën e kësajna këtu. Marrmi pik. Kemi selektuar këtë. Marrmi pik I. Shikoni që I bëhet prap kjo ngjyra, po shkoj Shift X, po rriti, pavarësisht kaq. Rregull është. Edhe po klikoj pastaj te A-ja, apo domethënë tastierën A apo direct selection tool dhe vetëm po klikoj këtu. Delete, shikoni kjo si prehet. Po shikoni këtu te goja, kjo ka met e preme kështu knap. Kështu që po shkoj te stroke, mundi me gjitha ju te Windows të më shfaq stroke, edhe pastaj klikoj te kjo opsioni këtu, rounded. Shikoni si e bën si lakore këtë. Okej. Po e zvoglaj këtë. Okej, kjo se e përket e bënëm pjesën lartë apo pjesën e kokës. Tash kena me vazhdu me bu pjesën e trupit. Okej, hapi tjetër. Pa marr katrorin, edhe po shkoj pavarësisht për bëj kështu një pjesë. E bëj Shift X, e ndërkon ngjyrën, CTRL Shift klapën e majtas, shikoni kjo del në fundi. Po e zgjeroj edhe pak. Tani i selektoj të gjitha këtu. Vetëm këtë barin jo. Por arsye se tani edhe bari del në qendër, qëllimi është këtu me qenë në center janë. Që po selektoj këtë me Alt të dion të zgjenoj edhe pak pavarësisht kështu. Okej. Hapi tjetër, pa marr katrorin edhe po vazhdoj po e bëj pjesën e trupit kështu pavarësisht. Po shkoj këtu, pastaj po klikoj tek kjo pika, shiftin tek kjo edhe shiftin tek kjo, edhe po I bëj rounded. Shikoni si bëhet. Do thonë e bona kështu trupin. Po duhet edhe pak me bu ma gjon, kështu që prap shkoj te shigjetat edhe e bëj rounded. Okej. Hapi tjetër është po e marr katrorin këtu, edhe po vendosi pavarësisht pi bëj komp tash, është koha. Po komp. Po bëj kështu. Edhe po marr një rreth kështu. Pastaj po marr një katror, edhe po vendosin gjysmë të rrethit, shikoni. Tash I selektoj këtu dyja, edhe shkoj te Pathfinder këtu, që kam unë Pathfinder, ose edhe këtu e kam, edhe klikoj këtu me prej. Do thonë kja prej të rrethin e la gjysmë rrethi, edhe shkoj e vendosi këtu te koma, e zogloj pak, edhe këtu e marrë me I, e marrë këtë ngjyrën e qelt pak, që është ma qelt. Pavarësisht kështu. Këtë po I vendosi me një V. Selektoj këtu dyja, që bëj me Shift Alt, po I lëvizi kështu pavarësisht. Okej. Tani prap me Shift Alt, po I lëvizi manketon, po I bëj CTRL G, edhe po e marr me I, po e marr këtë ngjyrën e mbyllt. Pastaj CTRL Shift edhe klapën majtas po I vendosi këtu në fundi kështu. Po do kësi ma terë ma mbrapa. Prap po edhe këtë po bëj një herë kopje, Shift Alt edhe me majtas me mouse, po e bëj pavarësisht kështu. Edhe hapi tjetër e kemi bishtin, po marr një katror, po vendosi këtu. Marr këtë direct selection tool, selektoj këtë dy pikat, edhe po I bëj rounded. Pastaj po zvogloj me Alt edhe me rrot. Shikoni u bishti, edhe bishtin po klikoj CTRL Shift edhe klap, po vendosi më tuk në fundi. Pavarësisht kështu.
Hapi tjetër, kena me vendos edhe një pjesë barit, pa e marrë kontrolin, po vazhdoj parafërsisht kështu. Po e bëj rounded, po klikoj këtu, po e bëj rounded, me I po e marrë ngjyrën e gjelbërt. Gjithashtu, tani po i bëj edhe disa forma tjera. Për shembull, fillimisht më i po disa më të shkurta. Me Shift Alt po e bëj kopje. Këtë më lart. Edhe këtë po e bëj kopje. Shikoni, rounded, e selektoj edhe këtë, pastaj edhe një këtu, po e bëj kopje për pjesa tjetër, po e po shkurtoj pak. Okej, tani na ka mbetur t'i vendosim edhe disa sheja që i ka gjirafa. Paraprakisht, i selektoj këtu dyja, edhe po i bëj me Pathfinder, po i bëj këtu po tani si një formë, edhe klikoj Ctrl Shift mas poshtë i qoj, edhe këtu tash i selektoj edhe njerë Ctrl Shift mas poshtë. Tani këtu janë vetëm një, kjo është vetëm një formë e vetme. Pastaj po e marr tasën e djathtë, po e marr një rreth, po e bëj parafërsisht kështu. Po e marr me I këtë ngjyrën e mbyllt, shikoni. Po e marr ose më me kopju me Ctrl Alt, shikoni, po e marr kështu, po e vendosi këtu. Pastaj Ctrl Alt po e vendosi këtu. Ctrl Alt po e bëj një më të madhe, po rriti me Shift Alt, domethënë po rriti në proporcionale. Shift Alt prapë po e bëj kopje. Po e zvogloj në proporcionale me Shift. Po e ngrej edhe këta, po e bëj një kopje. Okej. Shikoni, Ctrl Y e shoh me projektin keq që është i rregulluar, Ctrl Y kthehem prapë. Tani çfarë po bëj? Po selektoj këtë, domethënë me Shift. Po e bëj Shiftin shtypë, i selektoj këtu. Po i bëj Ctrl G, i bona grup. Tani e selektoj këtë, edhe mundem me marr këtë veglën këtu, edhe pastaj e klikoj Alt-ën, edhe e preki pjesën e jashtme. Shikoj. Edhe tani e kemi një gjirafë.